Tek bebet foshnjat 0-1 vjeç, alergjitë që shfaqen më shumë janë alergjitë që i përkasin lëkurës, kryesisht riebulla apo dermatiti atopik, që e quajmë ne. Pra riebullën me riebull pothuajse një pjesë e madhe e fëmijëve paraqesin në muajt e parë të jetës, brenda 3 muajve ose mbas 3 muajve ose mbas moshës 6 muajsh ose edhe në moshën 1 vjeç. Mund të zgjasi shumë pak në disa fëmijë, por mund të zgjasi më shumë të disa të tjerë, mund të jetë problematike të disa dhe mund mos jetë fare problematike në disa. Pra, kozgjatja e kësaj, intensiteti me cilin zhvillohet ky lloj çrregullimi, ne përcaktojmë që ky fëmijë është alergjik, do na japi shqetësim alergjie më vonë dhe sigurisht sjellja apo rekomandimet apo këshilla që jep një mjek alergolog ndaj këtij fëmije që ka paraqitur që në ditët e para apo që muajin e parë, që muajin e dytë shenjat e dermatitit atopik, janë ato të cilat do përcaktojnë të ardhmen e këtij fëmije se si ai do jetë në lidhje me problematikën e alergjisë. Pra së pari është kjo. Së dyti mund të jetë një alergji nga qumshti, qoftë edhe nga qumshti i gjirit apo qumshi nëse nuk e ushqen komplet fëmin me qumështgjiri, por ushqimi është i përzier, pra atëherë kur ne kemi edhe qumështgjiri, po edhe qumësht formule apo edhe qumësht lope, atëherë mund të kemi edhe probleme gastrointestinale të fëmijës, të cilat shikojnë apo mund na hedhin dyshime që mund të kemi një alergji nga qumshti. Mund të jetë alergjia pas mosës 6 vjeç, alergjia nga veza, për sa i përket ushqimeve. Edhe kjo është një alergji që haset shpesh dhe që në muajt e parë dhe më mbrapa, pas mosës 6 muajsh, ne kemi dhe alergjitë e frymarrjes. Pra, kolla, frymarrja fishkëllyse apo vështirësitë në frymarrje tregon që kemi një alergji, pra duhet ta përjashtojmë fëmijën nga një problem alergjik i rrugëve të frymarrjes në mënyrë që shëndeti i tij të ecë sa më i mbar. Mbas moshës 1 vjeç deri në moshën 3 vjeç predominon më shumë alergjia respiratore. Pra është ajo që themi bronchitet fishkëllyse apo bronchitet azmatike apo azma parashkollore, e cila ka karakteristikat e saj, ka kriteret e saj për ta ndjekur apo për ta diagnostikuar. Mbas moshës fillon në moshën shkollore, pastaj një pjesë e këtyre fëmijëve, gjysma e tyre, këto problematika të cilët mund të jenë alergjike apo mund mos jenë alergjike, po shfaqen si alergji kalojnë, qoftë ushqimore, qoftë respiratore, pra me njëherë me rritjen e fëmijës dhe zhvillimin e sistemit dhe ndryshimin e sistemit imunitar, këto alergji qetësohen, reduktohen dhe në qoftë se ngelen simptoma në moshën shkollore, atëherë sigurisht kemi vazhdimin e një astme bronkiale apo një alergjie e cila do vazhdojë edhe në moshën e adultit.